gjatë jeta me shpresoj që jeni mirë. Atëherë, kjo video është video nga komentet dhe mesazhet e ndryshme që i kam marrë në një video paraprake ku kam treguar për 3 faktorët kryesorë që duhet i kemi parasysh gjatë studimeve. Ka shumë faktorë normalisht që ndikojnë në aspektin për me mbajt mend gjatë studimeve çka lexon ose çka mëson ose edhe çka studion në materialet e caktuara, por unë i kam ndarë 3 faktorë kryesorë që mendoj që janë faktorët më të rëndësishëm për me pas një kujtesë afatgjate në aspektin e studimeve. Nga 3 faktorë këç për një kujtesë afatgjate gjatë leximit të materialit është me kuptu materialin. Po e marrim shembull biologjin, kimin, gjeografin, çfarë do lloj shkenca ose çfarë do lloj studime që jeni duke e bërë ose drejtimin ku jeni. Edhe keni një material, konkretisht një libër të caktuar në një lëndë të caktuar, edhe jeni të dashur me u përgatit për çat lëndë. Po i vala Benita mos nisi me studiu mjekësinë që të shkruaj. Për ne 2 vjet me kry. Fillimisht duhet me kuptu materialin. Jo domosdoshmërisht studentat kanë faj në këtë aspekt, për shkak se disa profesorë, sidomos ata të cilët janë me sistemin e arsimit të metodës mësimdhënies kështu të kahershme, janë mësu me kërku pi studentave nocione përmensh. Çka do thotë kjo me mbajt me nocionin? Jo. Ti gjatë studimeve duhet me kuptu materialin çka ti e të lexu, edhe gjithashtu me ndërlidh me ato çka ti konkretisht veç e din. Kur ti me një material specifik, atëherë ti fillon edhe i parashtron pyetje, edhe e analizon edhe e sqaron me veten tënde. E merr edhe e ndajmë për shembull kapitullin e parë edhe mundohesh me kuptu. Për këtë arsye unë mendoj që ligjëratat janë shumë të rëndësishme sepse i dëgjon profesorin shpjegimin që i bën, po edhe në ligjëratën e ardhshme çka s'ke kuptu mundesh me e pyet profesorin. Një e mirë tjetër është inteligjenca artificiale ose ndryshe ChatGPT-ja që mundi me përdor për sqarime. Ka raste konkrete ku shembujt juridik gjatë studimet unë mund mos me i kuptu edhe me pas pikpyetje të shumta qysh funksionojnë ose muj edhe me pas pikpyetje ndaj lidhshmërisë që mundet me u bë shembulli i parë me shembullin e dytë. E kuptove? Po, taram, krejtë, kuptova, po qysh se kuptova? Çka bëjone në këtë rast e marr materialin, mundohem me spjegu, me sqaru, me parashtru pyetja, edhe ja dërgoj ChatGPT-s edhe i them, ma sqaro këtë material, më jap disa shembuj e kështu. Në këtë mënyrë ti e zbërthen materialin edhe kështu e mban mend më lehtë. Faktori i dytë, që lidhet shumë me faktorin e parë, është përsëritja edhe ndarja në aspektin kohor. Përsëritja veç po kuptohet, me përsërit çdo gjë që ti mëson, çdo gjë që e dëgjon ligjërat, duke e praktikuar në ushtrime, në detyra, po edhe duke e përsërit. Nëse filloni me një material të ri, e përsërit paraprakisht materialin e parë, fillon me materialin tjetër e kështu. Pra përsëritja nuk është se kam nevojë shumë me tregu në këtë aspekt, po shpërndarja në aspektin kohor është në këtë mënyrë. Shumë student, jo të gjithë, bojnë ndarje kohore shumë të gabuar, ku për shembull mundohet një material që është shumë përmbajtësor, gati me 300 faqe të libret ose 400, ndoshta edhe më shumë. Gjenja, apo më niruni librat? Mundohen me mësu një natë para provimit. Nuk funksionon kështu. Duhet me u nda materiali, për shembull nëse një libër i një lëndës të caktuar i ka 10 kapituj, ti këto 10 kapituj i ndan në mënyrën që ti don me i mësu. Javën e parë don me i mësu 3 kapituj, javën e dytë 3 të tjerë e kështu me radhë. Edhe në këtë farë lloj forme ti e ke një ndarje edhe një përsëritje të vazhdueshme ku përmes kësajna tu e përfshi edhe kuptimin e materialit të arrin me kuptu shumë mirë lëndën që ti e të e përgatit. Fakti kryesor, edhe jo më pak i rëndësishëm, po që unë e kam vendos tek niveli i tretë ose tek e treta, është gjendja emocionale dhe ushqimi edhe gjumi. Këto janë 3 në 1. Dallon shumë studime kur ti je pa gjumë, kur ti nuk je i uritur dhe je i uritur, edhe kur ke stres. Pra këto 3 elemente janë shumë të rëndësishëm. Unë e kam thonë edhe kam parashtru pyetja a mësoni natën, a mësoni ditën. Është shumë e rëndësishme që truri yt me u mësu me një kohë të caktuar kur e den që kemi u përgatit edhe me studiu.
edhe ndryshimet nuk është se pëlqejhen shumë. Do të thënë nëse sot ke mësuar në orën 2, nesër mëson në orën 4, nuk është se është gabim. Normalisht, ju të gjithë kemi orarin edhe kohën e botës për me mujt me pas një orar të njëjtë. Por me u mundu me pas orarin e përafërt ose për shembull me nda në aspekt kohor. Për shembull që shun e ndaj në aspektin e natës. Unë mësoj vetëm natën, ditën mësoj shumë pak, vetëm në raste kur e kam të domosdoshme. Kështu që është e rëndësishme që para se të mësoni, para se të ulni të mësoni, të keni një vakt të ushqimit, të pushoni pak edhe më pas të filloni me studimin e atij materiali. E përmenda më herët teknologjinë edhe sa ka avancuar teknologjia edhe si mundemi me përdor ne në fusha të ndryshme. Ekzistojnë plot komunitete studentore në fusha dhe në drejtime të shumta. E ka një farë provime të një farë bëshqisht. Emrin Lies të më falë? Mësën e lomë. Në kemikale. Në për rrjetet sociale, në për platforma të ndryshme, në për linqe të ndryshëm që janë krijuar për me pas qasje në materiale të ndryshëm, e sidomos studentat ose personat të cilët njohin gjuhën angleze, qasje në këto materiale e kanë goxha të lehtë. Kështu që shfrytëzoni internetin në mënyrën maksimum për me studiu dhe me mësu gjanat që ty po dohen. Si për shembullin konkret që e dash me ChatGPT, kur nuk kuptoni diçka në material, mundeni me pyet edhe ja usqaron. Shpesh herë kur materiali është shumë i komplikum, unë e parashtroj pyetje në formë për shembull, më shpjego këtë tekst sikur t'ja shpjegosh një 10 vjeçarit. Ka otër se përbësh? Sa bujnë 7 herë të i fukë? 32. Jam vjull dësh, bële. Me një shembull shumë thjesht. Edhe ti në këtë aspekt e ndërlidh edhe e mëson shumë mirë materialin edhe kupton shumë mirë materialin. Po meqense po flasim për pjesën e teknologjisë dhe sa ka avancuar dhe sa na ndihmon neve në aspektin e studimeve, unë po du me ndohen një aplikacion për juve që mu më ka ndihmu shumë në aspektin e fokusit gjatë studimet. Po përveç kësaj, ju lutem në për komente kur çdo që ka nevojë për platforma të ndryshme të tilla nëse nuk i gjen, edhe pse mundet me pyet ChatGPT-n, po nëse ka më të lehtë me pyet mu, veç më tregon drejtimin çka studion ose cilat janë lanë që po ka vështirësi, edhe unë pa problem ja u dërgoj këto linqe. Po ndërkohë, unë e ko marrë një iPad që nuk është as i jemi, është i antarëve të familjes këto, edhe ka marrë një aplikacion që kam regjistru në emër të dikuj tjetër, se unë e kam në telefon këtë aplikacionin, veç për me ju tregu juve për këtë aplikacion. Kjo aplikacion ndihmon shumë në aspektin e fokusit edhe ka gjithashtu edhe universitetet e Kosovës janë të përfshime këto. Për shembull, ti kërkon disa dhëna ku ti tregon çka studion edhe në cilin universitet je, po gjithashtu është edhe për këta që janë në universitet, në shkollë fillore dhe në shkollë të mesmes, edhe shkollat e mesme dhe shkollat fillore të Kosovës janë të regjistruara këto. Mundesh me u taku me shok, me i bo shok, e tu shok në këtë aplikacion, edhe është sistemi në këtë mënyrë. Ti e krijon një kop shtëndin këto, si pas asaj edhe si pas kohës që ka kem studiu. Unë e kam vish këtë lule, për shkak se vetë sa e hapa, po mundeni me mbo rans në Focus 3, thirët kështu aplikacioni, unë ja u vendosi edhe fotografin qysh do këtë aplikacioni këto, edhe mundi me po shumë interesant qysh krijohet kopshte edhe gjithashtu ti ki qasje që kur te prej këto, me tregu se në cilën land edhe sa ku ke mësu në qatë land. Aplikacioni është i mrekullueshëm. So unë vetë sa e hapa edhe po mi kërkon këto vlerësimet e këto gjanat e tjera që janë, hajde. Qëre për shembull unë që vetë sa e kom hap, gjithashtu ka edhe flaka, sikur në Snap, sa i bëni flaka në Snap, bënin që të aplikacion du mësu çdo ditë, është shumë interesant, edhe tash t'ju tregoj ç'është funksionon. Këtu për shembull janë 25 minuta, ku te vendos fokusin për me tu bo 25 minuta. Këtë 25 minutë ti mundesh me ndryshu, edhe si fillestar po themi që ty fokusi po dohet 15 minuta pa të pengu kur gja me fillu edhe me mësu. E mira e kësaj është që në momentin që e bëni fokus, krejt aplikacionet në telefon nuk i funksionojnë për 15 minuta, përveç në mos gabofsha thirrjet. Kështu që ti fillon, e bën 15 minuta, tash këto e ki edhe metodën që shteje të dasht me u fokusu, apo do me pauza që kjo me të lajmëru kur i ke arrit 25 minuta, me i pas 5 minuta pushim, edhe momentin që kalojnë 5 minuta pushim,
të bllokohen këtë aplikacionet në telefon, edhe ti e bën save, edhe fillon fokuse. Këto për shembull më nësh me shkru London, që unë veç po e shkruaj konkretisht diçka shpejt, kot, edhe ti e bën fillo. Tash në këtë moment, kur dal për aplikacioneve, që shiki aplikacionet këtë hend, sa ti ka bloku që kjo aplikacion. Edhe për mu, kjo aplikacion ka funksionu shumë në aspektin e fokusit edhe për me u fokusu, sepse telefoni ka qenë problematik shumë e madhe, sepse ti është ma largon të fokusin. Më shkruan të dikush edhe mbesja në telefon me orë tona, edhe ndërkohë e shesha që nuk kam mësu mjaftu shumë. Kështu që kë, edhe momentin që ju e bani 15 minuta ose sot dhe që e keni caktu, nuk mundi absolut me ndalë. Edhe nëse e nal telefonin, edhe nëse e bën e restarton, prap nuk ndalet, edhe nëse ti dal, stay focus, edhe një opcion tjetër e ki që ta qat me u dorëzu, e kur dorëzohesh humb pik edhe nuk mundesh me kriju atë kopshtin e bukur që e bën me lëndë të ndryshme gjatë studimeve. Shpresoj që ky aplikacion, po edhe çdo gjë që i kam thonë, është përgjigjur pyetjeve t'juja, sidomos pyetjeve që i kam marrë nëpër mesazhe, po ju lës edhe një herë, ju lutem më shkruani nëpër komente sepse qasjen po e kam më të lehtë në komente. Edhe për plot video që unë i kam planifiku për çështjen e studimeve, kam i bo patjetër, po më ndihmoni edhe ju se çka konkretisht, çfarë vështirësish po keni, ti ndajmë gjërat e bukura bashkë, gjërat e mira, ndonjë këshill pse jo edhe ju shkruani patjetër sepse ndoshta normalisht e di sigur që ka gjëra që edhe ju i dini e unë nuk i di, kështu që më ndihmoni edhe mua, pse jo. Unë shpresoj që kjo video t'ju ketë shërbyer diçka, për ndryshe, bëj thirrje të studioni, të mësoni shumë, sidomos vajzat që ta kenë edhe të jenë të pavarura, kështu që me këtë video unë po ju përqafoj shumë, shpresoj që t'ju ketë ndihmuar dhe t'ju ketë kthyer përgjigjet e shumta të mesazheve që më keni shtruar. Kështu që po e përfundoj këtë video dhe shihemi në videot e tjera. Mirupafshim!